E dini që të moshuarit thoshin se Floriri është i mallkuar? Po, unë do t'ju tregoj një histori që ma ka treguar i mat, është një histori e bukur, por do të arrit me një film që kam parë sonte. Ndoshta dikush nga ju e ka parë, The Vanishing, me Gerard Butler, ai që ka bërë Spartanët, 300 Spartanët. Dhe është një film që tregon jetën e 3 punëtorëve që punonin në një nga këta farët e mëdhenj, ato dritat që janë në breg të deteve. Ka ndodhur një histori e vërtet që ka ndodhur në brigjet e Anglisë rreth viteve 900, dhe që të 3 këta u zhdukën dhe shkaktari ka qenë Floriri. Pra Floriri që kanë gjetur në këtë ishull. Bile kur i gjetën këtë Floririn, erdhën dhe të tjerë që ta merrnin. Dhe si përfundim, ai komandanti i tyre, sepse këta ishin vetëm rojtar të farit, të dritës së madhe, me fjalë për ankorimin e anijeve, u tha që ne nuk duhet ta marrim të Floririn, po këta e morën dhe si përfundim patën probleme. Pra, sipas gjasave u zhdukën pikërisht nga kjo. Por do ta prekim më vonë këtë, por unë duhet të them tani histori që më ka treguar i mat, sepse ngjason shumë me këtë, por ka disa të vërteta që janë për të diskutuar, por janë fantastike. Rreth viteve 60 parafërsisht, ka ndodhur një fakt i çuditshëm në rrethin e Vlorës. Dhe i mat tregon që ky zotëria ishte kryeplaku i fshatit. Dhe çfarë bën ky kryeplaku? Ishte njeri i zgjuar, por kishte dhe një nipçe që nuk ishte shumë i hedhur. Dhe një ditë, teksa ky nipçja po kishte shkuar me bagti jashtë fshatit, në një vend, aty në një zonë qeni i kishte gërmuar, sepse ndoshta kishte parë nuhatin në një gjë, ndoshta kishte parë diçka. Sidoqoftë, ky u afrua dhe kur e afrua, pa që toka ishte e re, nuk ishte tokë e vjetër. Pra aty te ku gërmonte qeni, e hapi, kur shikon gjeti një kuti që nuk ishte vogël, por ishte madhe, plot me flori. Dhe kjo kutia ishte nga ato kutit prej metalit dikurshme. Dhe ai me njerë lajmëroi gjyshin, pra kryeplakun, edhe i thot, hajde se kam gjetur flori. Dhe shkuan atij. I tha kryeplaku gjyshi, tha, jo, tha, ti tha, florin tha do ta varrosësh aty ku ishte. Pse tha do ta varrosësh? Çfarë thuhet? Po sepse tha e para njerë tha që toka nuk është jotja. Ti e gjetën në një tokë të huaj. E dyta tha që është më e rëndësishmja, tha, toka këtu tha ishte e punuar, pra e re. Pa dyshim tha, kush e kishte këtë flori tha do vi që ta marr tha. Dhe ai që do vi ta marr tha, nëse ti nuk ja jep tha, ose ti do mundohesh që ta fshesh tha, ai do marr gjak tha, sepse floriri kërkon gjak. Pra dëgjoni pak me vëmendje dhe si përfundim ky u acarua nipi. Jo, unë këtu tha i gjeta unë, duhet ta marr unë, edhe varrosi aty ku ishte tha dhe kaq. Si përfundim e varrosi ai aty ku ishte kutin, aty ku e gjeti, dhe u kthye, ishte darkë. U kthye në shtëpi. Natën, u zgjua natën, mjeshtri, dhe shkoi dhe mori kutin së bashku me floririn. Dhe nuk i tha gjë më i gjyshit dhe t'jatit. Mori floririn dhe e fsheu. Si përfundim, kaluan disa ditë dhe ky gjyshi, kryeplaku, tha, po shkoj njëra ndaj, tha, të shikoj, tha, si është toka, nëse ka marrë diku ai tha, i Zoti tha që kishte florin ose jo. Shkon aty dhe shikon tokën të hapur. Pas kanë ardhur tha që e kanë marrë. U kthye prap në shtëpi. Kur u kthye në shtëpi, i thot nipçes, pa ata tha të kanë kaluar, thotë, që kanë marrë. Nuk e di, tha nipçja, ndoshta kanë kaluar. Pse? Sepse tha pash tokën, tha, fjalë pash gropën atje brenda. Si përfundim, në qoftë se e kanë marrë tha njerëz të tjerë, sepse e kërkon i bënte pyetje nipi kryeplakun, meqense dinte që ai ishte njeri i ditur. Dhe i tha, po sikur ta ketë marrë në një tjetër. Tha se po ta ketë marrë në një tjetër, tha, ata do vinë dhe do ta kërkojnë, tha, dhe kur vinë, tha, kushdo qoftë ai që ka humbur, tha, dhe ti t'jeshja.
Ai që ka humbur, tha, padyshim, tha, do ta marrë jo vetëm atë, tha, po do marrë dhe hak, do marrë gjak. Dhe kështu ndodhi. Kështu ndodhi, ata e kërkuan, derisa morën vesh se kush e kishte marrë Floririn, sepse zakonisht ata që marrin Flori, me dashje po pa dashje tregojnë, edhe nëse nuk e tregojnë kështu me vepra, me fjalë, e tregojnë me vepra, sepse blejnë toka, blejnë gjëra etj. E njëjta gjë që bëri Nipsja. Dhe Nipsja bleu gjithë ato gjëra. Dhe kështu që në atë kohë kuptoi menjëherë, nuk ishte si sot që mund të shkëputej nga një shtet në tjetrin dhe të mund t'ia hidhte. Por ishte në një zonë të vogël, kështu që të gjithë e dinin që sa kishte para njëri dhe tjetri. Dhe kur dikush blinte diçka, e kuptonin menjëherë. Dhe si përfundim, jo vetëm që i morën Floririn, por i morën edhe jetën. Tani, pse e tregova këtë? Sepse edhe filmi që pash sonte, kishte të bënte pikërisht me Floririn, pra me mallkimin që ka Floriri. Nëse e keni vënë re, çdo kush që merret me Flori, ndodh për herë diçka. Kjo nuk është një fantazi, këtë e kam vërtetuar edhe tek miqtë e shokut, me fjalë që më kanë treguar. Në qoftë se i vinin edhe gjurmuesit e Florinjve, nuk po flas për gjurmuesit, edhe ata të antikitetit, por kryesisht ata të Florinjve, her pas here, me fjalë ndodh që kanë probleme. Ndoshta jo të gjithë, por pjesa dërmuese po. Dhe probleme ndonjëherë janë edhe probleme serioze, shpesh edhe me jetën. Ja u tregova sepse përveç se pash filmin, më bëri shumë përshtypje se në film, këta tek filmi The Vanishing, gjejnë këta ishin 3 rojet e farit, dhe rastësisht gjetën një njeri që ishte përplasur me varg, por kishte një kuti, dhe brenda asaj kutisë kishte Flori. Ai këtë Flori nuk ndjej se ku kishte marrë, sepse në film nuk e thot, por erdhën të tjerë pastaj që të kërkonin arkën me Flori. Dhe këta nuk e treguan, pra këta 3 rojet. Dhe njëri pastaj filluan që të vriteshin mes njëri tjetrit derisa u vranë, sepse hyri në mes Floriri, hyri në mes pra ai mallkimi që tham. Dhe si përfundim, këta tregohet të paktën që u zhdukën, nuk u gjetën më. Kjo është një histori e vërtet, pra filmi është bazuar në një histori të vërtet. Dhe ka shumë të vërteta nëse vini re në këto historitë që tregojnë pleqt dikur, sepse po ta shikoni që nga kohrat e lashta, akoma sot, nëse shikoni edhe një histori, ka shumë gjëra që përputhen në mënyrë perfekte me Floririn. Dhe ndaj do t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Floriri është i mallkuar apo jo? E di që ndokush nga ju tani do më thotë, ti më jep ca mua, thotë ndonjëri, kur thotë ti më jep ca Flori, pastaj s'ka problem të jetë i mallkuar. Po njerëzit nuk e mendojnë gjën e parë. Kush është gjëja e parë? Të marrin ca Flori, pastaj të shohim me bëjmë. Jo, duhet menduar përpara se të bësh. Si puna e tip krye plakut. Pra, mos e merr sepse do vi një ditë, ai do vi dikush që ta marri. E njëjta gjë që ndodhi edhe në filmin The Vanishing, që erdhën dhe ta kërkonin Florin. Pra, ky është ai mallkimi Floriri që tregohet prej kohësh. Megjithatë do dëshiroj ndonjë historinë tuaj ose ndonjë histori të ndonjërit që njihni, që të diskutojmë nëse përputhet me këto informacione që më hap sonte. Natën e mirë.